Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot në Të jetosh besimin. Shëmbulltyra e fariseut dhe ta grambledhësit në tempull, kur për ulja hap qiellin. Pikërisht ky është meditimi i kësaj dite. Brenda shëmbulltyrës lexojmë: Ky njeri zbriti në shtëpinë e vet i shfaqsuar. Është fjala për ta grambledhësin, më tepër se tjetri që ishte fariseu. Kjo shëmbulltyrë është një pasqyrë e rrezikshme për shpirtin fetar, për njerëzit që shohin veten e tyre të drejtë. Dy njerëz ngjiten në tempull për t'u lutur. Njëri është farise, i drejtë sipas ligjit, i moralshëm, i disiplinuar. Tjetri është tagrambledhës, i përbuzur nga shoqëria, i njohur për padrejtësitë e veta. Por rezultati është tronditës. Jo ai që kishte rekordin moral deli shfaqsuar, por ai që kishte zemrën e thyer përpara Zotit. E pra, fariseu i flet Zotit për veten e tij, mburret përpara Zotit. I thot Zotit, unë bëj këtë dhe bëj këtë. Mirë po, tagrambledhësi flet për nevojën e tij, për mjerimin e tij. Një figurë historike që e mishëron këtë kthes nga krenaria në përulësi është filozofi i famshëm Agustini i Hippos. Ai kuptoi se gjithë inteligjenca e tij nuk e shpëtonte dot, nuk shpëtonte dot shpirtin. Tek libri Rrëfimet ai shkroi: Ti, referuar Zotit, ishe brenda meje, por unë isha jashtë vetes time. Agustini u bë i madh jo kur ishte i ditur, por kur u bë i përulur. Siç edhe Blaise Pascal do thoshte, njohja e mjerimit ton pa njohur hirin e Zotit çon në dëshpërim. Njohja e hirit pa njohur mjerimin ton çon në krenari. Më lejoni të ndaj disa të vërteta të rëndësishme. E para, lutja nuk është raport, por marrëdhënie. Fariseu raporton, tregon në mënyrë deklarative arritjet e tij përpara Zotit, ndërsa tagrambledhësi dorëzon zemrën e tij. E vërteta e dytë, drejtësia njerëzore nuk zëvendëson nevojën e hirit. Moraliteti pa përuljen bëhet vetë shpëtim, i bën njerëzit të vetë drejtë, krijon problemin e vetë drejtësisë, njerëz të pak korrigjueshëm. Hiri fillon kur njeriu pranon se ai ka të pamundur të vetë shpëtohet. E vërteta e tretë, Perëndia i afrohet të përulurve. Ai nuk kërkon fjalë të bukura, por një zemër të thyer dhe të sinqertë. Siç dhjata e re thot, Zoti i reziston krenarët, por u jep hir të përulurve. Shoqëria jon shpesh e mat vlerën e njeriu me performancën. Çfarë bën, çfarë arrin, sa i suksesshëm je, sa para ke, sa influencë ke. Por Krishti e mat me sa i sinqert je përpara Zotit. Kierkegaardi do thoshte, lutja nuk e ndryshon Zotin, por ndryshon atë që lutet. Tagrambledhësi ndryshoi sepse pranoi të vërtetën për veten e tij. Ai u përul dhe deklaroi që ishte mëkatar. Mbase sot Zoti na drejton këto pyetje: si lutesh? Për të dëshmuar vlerën tënde apo për të rrëfyer nevojën që ke përpara Perëndisë? A je më i ngjashëm me fariseun në mendësi apo me tagrambledhësin në zemër? A e sheh veten mbi të tjerët apo vjen përpara Zotit me sinqeritet? Ndaj miq, me këto pyetje ju ftoj që së bashku të lutemi. I dashur Zot, më çliro nga krenaria shpirtërore, nga vetë drejtësia e pakorrigjueshme. Mos më lër të vi përpara Teje me meritat e mia, me mburrje, por me një zemër të thyer dhe të hapur. Më mëso të lutem jo për të dukur i drejt, por për të bërë i drejt nga hiri yt. Më bëj si tagrambledhësi i varur nga mëshira jote dhe i lirë nga dashuria jote. O Zot, shtrije dorën tënde dhe më beko mua, familjen time, bekoj burrat dhe gratë që janë duke më ndjekur sot. Ndihmona që të mbajmë një zemër të përulur, një frym të penduar, një shpirt mirënjohës për dashurinë tënde. Ty të kushtojmë gjithçka, sepse Ti je i denjë për çdo lavdërim. Bekoj burrat dhe gratë, fëmijët dhe familjet e tyre që po më ndjekin sot, o Zot. Udhëhiqi dhe drejtoi Ti, mbroj, rrethoj me çdo të mirë që buron prej Teje. Në emrin e Jezusit. Amen. Miq, nëse ky mesazh i kësaj dite ishte bekim për ju, ndajeni me miqtë tuaj. Mos u kurseni në komente dhe në bekime për të tjerët. Zoti ju bekoft, mezi pres sërish që takohemi në meditimin e ditës së nesërme.